Mbani sot buke në shtëpi dhe e përdorni në këtë mënyrë. Nuk do vuani kurrë nga këto probleme. Soda e bukës është një produkt i jashtëzakonshëm. Duket pak si e pabesueshme, por ajo realisht mund të bëjë edhe mrekullira. Efektet mahnitse të saj mund t'i shikoni që nga përdorimet e kuzhinës deri te larja e rrobave, si dhe në produktet kozmetike. Sipas Brightside në këtë video, do të rendisim të gjitha përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i sodës së bukës. Atë nuk mund ta përdorni vetëm në kuzhinë. Mund ta keni vendosur në një tas të vogël në frigorifer për të shmangur erën e keqe, ose ta përdorni për të kthyer shkëlqimin e enëve të kuzhinës. Por soda e bukës ose sodium bikarbonati meriton një vend edhe në kabinetin e ilaçeve. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Ja se si mund të mbroni dhe pastroni trupin, gjithashtu edhe të largoni një sër komplikacionesh sipas Brightside. Ajo do të ndihmojë në pastrimin më të mirë të dhëmbëve. Soda e bukës funksionon më së miri për heqjen e pllakave bakteriale në dhëmbë. Hidhni pak plur sodë buke në furçën e dhëmbëve dhe lageni dhe lajeni mirë dhëmbët me të. Mund ta bëni jo më shumë se një herë në javë. Soda e bukës mund të largojë gjithashtu edhe papastërtitë nga goja. Pastat me salcë dhe hudhër ishin shumë të shijshme, por problemi është se goja tashmë mund të mbajë një aromë dhe jo aq të mirë. Hapi i parë që duhet të bëni është të përdorni sodën e bukës, gjysmë lugë çaji sodë buke në një gotë me ujë. E tresni atë dhe bëni gargar me këtë përzierje për të larguar erën e keqe të gojës. Sodën e bukës mund ta përdorni gjithashtu si deodorant për trupin. Shumica e deodoranteve përmbajnë sodë buke. Përzjeni 1/8 e lugës së çajit sodë bukë me 1/4 e lugës së çajit ujë. Aplikoni pastën në lëkurë dhe i thoni lam të mirë djersës me erë të keqe. Soda e bukës ndihmon gjithashtu edhe në shëndetin tuaj të veshkave. Këto organe largojnë mbetje dhe ulin edhe ujin e tepërt nga trupi. Nëse vuani nga sëmundjet kronike të veshkave, si sëmundjet e diabetit, tensionit të lartë të gjakut ose shkaqe të tjera, mund të prodhohen dhe acidi i tepërt në trup. Soda e bukës mund të ulë nivelet e acideve dhe të ngadalësojë humbjen kockore edhe të muskujve. Është e rëndësishme të konsultoheni me mjekun përpara se ta provoni këtë si trajtim. Lehtëson edhe acidin e refluksit. Bikarbonati i natriumit ndihmon në uljen e acidit të refluksit që kalon nga stomaku, në fyt dhe pastaj në gojë pas ushqimit. Mund të blini në farmaci si tablet ose ta përgatisni në shtëpi me një gjysmë lugë çaji sodë buke dhe gjysmë gotë ujë. Sodën e bukës mund ta përdorni gjithashtu për pastrimin e fytyrës. Soda e bukës është një gjysmë abraziv. Përdoreni me kujdes për pastrimin e fytyrës. Lajini fillimisht me sapun dhe ujë, pastaj përgatisni një pastë me sodë buke dhe ujë në raportin 3:1. Fërkojeni me kujdes fytyrën për një pastrim më të mirë. Në fund e shplani fytyrën tuaj me ujë të pastër. Sodën e bukës mund ta përdorni gjithashtu edhe për pastrimin e këmbëve, gjithashtu edhe të flokut. Përzjeni një lugë çaji sodë buke me shampon tuaj të preferuar për të hequr mbetjet nga përdorimi i sprayt, xhelit ose produkteve të tjera të flokut. Nuk do të jetë vetëm për pastrim, por edhe për të lehtësuar stilin tuaj. Soda e bukës përdoret për të zbuluar lëkurën. Shtoni një gjysmë kupe sodë buke në vaskën ku laheni. Do të neutralizoni aciditetin, largoni djersën dhe yndyrën dhe do të keni një lëkurë më të butë. Sodën e bukës mund të përdorni edhe për të larë lodrat e të vegjëlve tuaj. Mund ta përdorni sodën e bukës në vend të kimikateve të dëmshme për të pastruar lodrat e të vegjëlve. E përzjeni atë me uthull molle, që vepron si një dezinfektues. Sigurohuni që t'i shplani më pas më mirë lodrat për të larguar gjithashtu edhe mbetjet e sodës së bukës. Soda e bukës është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese kundër problemeve të urthit. Nëse vuani nga urthi, atëherë duhet të dini se pirja e sodës së bukës të shkrirë në ujë ndihmon në neutralizimin e acidit hidroklorik dhe eliminimin e dhimbjeve të urthit. Bulzat e ujit ndihmojnë në çlirimin e gazrave dhe largimin e fryrjeve. Do të ndihmojë gjithashtu edhe në rregullimin e pH-it. Aciditeti i tepërt në organizëm nxit shfaqjen e shumë komplikacioneve si osteoporoza, problemet e artritit që lulëzojnë në një mjedis të tepërt acid. Pirja e ujit me sodë buke balancon pH-in dhe promovon mirëqenien ose ushqen trupin me shumë energji.
Soda e bukës është një zgjidhje shumë e mirë kundër inflamacionit. Inflamacioni i kyçeve shkakton shumë dhimbje. Toniku me sodë buke ndihmon kundër akumulimit të acidit urik në urinë, në gjak dhe në inde. Është një zgjidhje shumë e mirë kundër infeksioneve urinare. Uji, lëngu i borovicës së kuqe dhe uji me sodë buke rekomandohen kundër infeksioneve urinare. Soda e bukës do t'japë më shumë gjallëri. Nëse kryeni aktivitete fizike, atëherë keni nevojë për më shumë energji, të cilën mund ta merrni duke përzierë 4 gota me ujë me një gjysmë lugë çaji sodë buke, një lugë çaj kripdeti dhe një lugë gjedhe mjalt në një lugë gjedhe me lëng limoni, të tretura të gjitha së bashku edhe për të marrë përfitimet. Nëse vuani nga sëmundje të mëlçisë, të veshkave, tensioni, edemat, përpara përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse jeni shtatzan ose lehon, nëse jeni të vegjël më pak se 5 vjeç, nuk duhet të përdorni sodën e bukës në këto receta. Nëse merrni medikamente të caktuara, gjithashtu nuk duhet ta përdorni atë. Sodën e bukës nëse e përdorni për trajtimet tuaja shëndetësore, si fillim konsultohuni me mjekun tuaj për të evituar kështu edhe gabimet të mundshme. Soda e bukës është një nga pastruesit më efektiv në kuzhinën tuaj dhe jo vetëm. Rezultatet e saj do të jenë magjike. Në të njëjtën kohë do t'ju kursejnë shumë shpenzime dhe gjithashtu do t'japin rezultate fantastike kundër këtyre komplikacioneve. Pasi kostoja e sodës së bukës është me të vërtetë shumë e ulët. Përveç gatimit, soda e bukës ofron përdorime të ndryshme të cilat do ju ndihmojnë edhe në përditshmërinë tuaj. Soda e bukës mund të përdoret gjithashtu edhe për të pastruar lavamanin. Shërben si një pastrues i dobishëm për lavamanin. Hidhni pak sodë buke në lavaman dhe më pas e fërkoni me një sfungjer. Mund të shtoni edhe lëng limoni. Të tjerët gjithashtu rekomandojnë sodën e bukës si një mënyrë për të pastruar tubacionet e kanalizimeve. Soda e bukës është një zgjidhje efektive për të hequr mbetjet e pesticideve nga frutat, gjithashtu edhe nga perimet. Gjithçka që duhet të bëni është të shtoni disa lugë çaj sodë buke në lavamanin me ujë dhe më pas të lani produktet. Më pas i shplani ato me ujë të rrjedhshëm. Soda e bukës do të largojë gjithashtu edhe aromat e pakëndshme të frigoriferit. Soda e bukës është një deodorant shumë i zakonshëm. Mund të vendoset një paku me sodë buke në frigorifer, sidomos edhe në vendin ku formohet myku. Do të thithë të gjithë lagështinë dhe gjithashtu do të sjellë rezultate fantastike edhe në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Soda e bukës do të rifreskojë gjithashtu edhe peshqirët. Vetitë e deodorantit të sodës së bukës mund të funksionojnë edhe më mirë për të thithur të gjitha aromat e këqija, ashtu siç janë edhe ato të peshqirëve. Nuk keni nevojë për freskues të ndryshëm. Mund të vendosni një gjysmë filxhani me sodë buke në lavatriçe së bashku me detergjentin e zakonshëm dhe të bëni gjithashtu një larje më të mirë të peshqirëve. Soda e bukës është një alternativë shumë e mirë për të pastruar gjithashtu edhe bijuteritë. Nëse keni bijuar gjendje mund t'i lani ato me sodë buke dhe ujë të nxehtë, më pas i pastroni më mirë me një leckë të butë. Largoni njollat edhe nga tapeti. Nëse keni njolla të tepërta në tapetin tuaj, mund ta largoni atë duke përdorur sodën e bukës. Mund të shtoni edhe pak uthull, e lini të thahet dhe më pas e pastroni me një fshesë me korrent. Uthulla e mollës në kombinim me sodën e bukës mund të jetë një alternativë shumë e mirë edhe në pastrimin e tapetit tuaj. Soda e bukës gjithashtu do të jetë një mundësi e shkëlqyer edhe për të larguar erën e keqe të gojës. Kjo zgjidhje thjesht funksionon me të vërtetë. Nëse fryma juaj ka erë të keqe, ose qepe, ose hudhre, ose të dyja, gjithçka që duhet të bëni është të hidhni një lugë çaji me sodë buke në një gjysmë gote ujë. Bëni gargar me të dhe soda e bukës do të neutralizojë aromat e këqija dhe do të ndihmojë gjithashtu në përmirësimin e erës së keqe të gojës. Mund të përdoret gjithashtu edhe për pastrimin e furçave ose të krërit. Pasi keni hequr qimet nga furça dhe krëri, mund t'i zhysni ato në një përzierje me sodë buke, shampo dhe ujë. I shplani me ujë të ngrohtë pasi i keni lënë për 20 deri në 30 minuta. Kështu rezultatet që do të merrni prej tyre do të jenë vërtet fantastike. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme
Masat paraprak e ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.